Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Me nisjen e sezonit turistik të vitit 2025 në të gjithë vendin janë hapur 36 qendra shëndetësore verore që do të jenë në shërbim të qytetarëve 24 orë në 7 ditë të javës. Këto qendra shëndetësore do të qëndrojnë të hapura deri në 30 shtator të vitit 2025 për një sezon turistik të sigurt dhe të shëndetshëm për të gjithë pushuesit vendas dhe ata të huaj. Për një sezon turistik të sigurt dhe të shëndetshëm, në Ksamil janë hapur 2 qendra shëndetësore verore për të mbuluar me shërbim cilësor jo vetëm banorët, por edhe turistët e shumt që vizitojnë këtë qytet. Në Gjirokastër po vijon pastrimi i rreth 25 kilometrave kanale vaditëse dhe kulluese në njësitë administrative me qëllim përgatitjen për sezonin e ujitjes. Këto ndërhyrje do të ndihmojnë në ujitjen e mbi 3000 hektar tokë bujqësore, duke përmirësuar ndjeshëm kushtet për fermerët. Lundrimi në lumin Vjosa paguit nga turistët po kthehet në një shqetësim për operatorët që ofrojnë këtë shërbim. Për këtë arsye, këta të fundit apelojnë për masa të shtuara sigurie dhe infrastrukturore. Ju njohim tani më gjerësisht. Me nisjen e sezonit turistik të vitit 2025 në të gjithë vendin janë hapur 36 qendra shëndetësore verore që do të jenë në shërbim të qytetarëve 24 orë në 7 ditë të javës. Këto qendra shëndetësore do të qëndrojnë të hapura deri në 30 shtator të vitit 2025 për një sezon turistik të sigurt dhe të shëndetshëm për të gjithë pushuesit të vendas dhe ata të huaj. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale edhe këtë vit ka marrë masa për të garantuar një sezon turistik të sigurt dhe të shëndetshëm për pushuesit dhe turistët e huaj, të cilët do të zgjedhin vendin tonë për të kaluar pushimet verore. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koçiu së bashku me Ministrin e Turizmit dhe Mjedisit, Mirela Kumbaro, prezantua në Berat programin e qendrave shëndetësore verore, përfshirë qendrën e re shëndetësore në Kalan e Beratit. Nga 1 qershori deri në 31 shtator do të kemi plot 36 qendra shëndetësore sezonale, të cilat, ashtu siç e thash, do jenë të vendosura përgjatë gjithë Shqipërisë nga veriu në jug. Dhe do doja këtu të theksoja faktin që nëse ne nuk do të ishim të koordinuar mirë ashtu siç tregoi eksperjenca e viteve të kaluara, ne nuk do të kishim mundësinë që t'i shërbenim kujdo që ka nevojë për një shërbim shëndetësor, prandaj fal koordinimit jashtëzakonshëm të strukturave të Ministrisë së Shëndetësisë, duke nisur këtu nga urgjenca kombëtare mjekësore me shërbimin e saj, nga operatori i kujdesit shëndetësor, me procesin e seleksionimit dhe të rekrutimit të punonjësve që do të ofrojnë shërbim pranë qendrave shëndetësore verore, nga Instituti i Shëndetit Publik dhe nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor janë të gjitha struktura të cilat sbashku me spitalet rajonale, sbashku me spitalet bashkiake, por dhe me qendrat shëndetësore kryesore do të koordinohen dhe do të bashkëpunojnë me qëllim që të ofrojmë shërbim shëndetësor për kudo që ka nevojë. Ministri e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro tha se në Shqipëri kemi pritur 5 milion vizitorë ose 1 milion më shumë se sa viti 2023. Ndërkohë për këtë vit, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, nga 1 janari deri në 30 prill, kemi 7 deri në 8% më shumë vizitorë. E kemi nisur përvojën e qendrave shëndetësore sezonale të turizmit me disa qendra shtesë, vim sot në numrin 36, ku kuptojmë që pratikisht flukset janë të tilla edhe në për qendrat trashëgimisë kulturore, janë të tilla edhe në për male, janë të tilla edhe për në zonat natyrore. Mjafton të them që vitin e kaluar vetëm në zonat e mbrojtura natyrore në Shqipëri kemi pritur 5 milion vizitor, ose 1 milion më shumë se sa viti 2023. Ndërkohë, për këtë vit, krahasuar me vitin e kaluar të së njëjtës periudhë, 1 janar 30 prill, kemi 7 deri 8% më shumë vizitor të huaj se sa e njëjta periudhë e vitit kaluar, i cili vit i kaluar u mbyll me 12 milion vizitor të huaj, po ndërkohë ne jemi dhe po aq vetë që pushojmë dhe lëvizim në për territor, pra nuk po i llogarisim çfarë kemi brenda shtëpisë. Presim që të kemi rritje e cila tashmë ka filluar, dhe kjo do të thotë që për të gjithë ne, qoftë për policinë e shtetit, qoftë për shërbimet shëndetësore, që normalisht jemi në kapacitete, në parametra, në mjete për 2.5 milion, ne duhet përballojmë 5 fishin, 6 fishin e atyre për cilët normalisht i kemi në letra apo në shifra apo në financa. Është si të jesh në një shtëpi
me 4 antar familjes, 2 dhoma e nguzhin dhe 2 dhoma e nguzhin papritmas të mirëpresësh 30 veta, edhe të rish edhe gjatë me këta 30 vetë. Edhe t'ju shërbesh, t'ju ofrosh ushqim, t'ju ofrosh zbavitje, t'ju ofrosh garanci, informacion, ne në emër të mikpritjes dhe të mobilizimit, por sidomos në emër të bindjes që kemi, që industria jonë më e rëndësishme është turizmi, mobilizimi dhe përgatitja është e tillë që ja kemi dalë me sukses. Me nisjen e sezonit turistik 2025, në të gjithë vendin janë hapur 36 qendra shëndetësore verore, që do të jenë në shërbim të qytetarëve 24 orë në 7 ditë të javës. I gjithë sistemi shëndetësor nga Thethi në Ksamil do të jetë në gatishmëri përgjatë sezonit veror për të garantuar ofrimin e shërbimeve në kohë dhe sa më pranë turistëve. Për një sezon turistik të sigurt dhe të shëndetshëm, në Ksamil janë hapur 2 qendra shëndetësore verore për të mbuluar me shërbim cilësor jo vetëm banorët, por edhe turistët e shumë që vizitojnë këtë qytet. Në të 2 qendrat verore funksionojnë me sistem 24 orësh në 7 ditët e javës, personel dhe autoambulancë në dispozicion. Prej 1 qershorit në Ksamil ka nisur të funksionojnë 2 qendra shëndetësore verore për të mbuluar me shërbim jo vetëm banorët, por edhe turistët e shumt që pritet të shtohen popullsisë rezidente në këtë sezon të ri turistik. Mjekja Ela Mirto, drejtore e shërbimit shëndetësor në Ksamil, tha se të 2 qendrat verore funksionojnë me sistem 24 orësh në 7 ditë të javës me personel të shtuar dhe autoambulancë në dispozicion. Qendra shëndetësore Ksamil ka në varësi të saj 2 qendra Ksamil 1 dhe Ksamil 2, të cilat janë qendra shëndetësore verore dhe hapen që prej datës 1 qershor. Ato funksionojnë në shërbim 24 orë, janë të pajisur me mjek dhe me infermier, stafi është i kompletuar dhe japin ndihmën sipas nevojës rasteve. Brenda qendrës shëndetësore, jashtë qendrës shëndetësore në Sethire, ku stafi asiston me autoambulancë dhe në rastet në shtëpi ku rasti nuk mund të lëvizi drejt qendrës. Një numër telefoni është në dispozicion për çdo rast kur kërkohet asistenca mjekësore dhe trajtohen të gjitha rastet emergjente, thot mjekja Rovena Puci në qendrën shëndetësore Ksamil i Ri. Funksionojnë 24 orë në 7 ditë të javës, jemi 3 mjek dhe 3 infermier për qendrën tonë. Përgjithsisht rastet që kemi hasur janë enterovirozat, status gripal, janë viroza vestinas. Rastet ne mundohemi që të trajtojmë këtu. Në qendrën e dytë verore që funksionon për Ksamilin e vjetër, mjekja Stella Janko tha se kishte ardhur nga Tirana që të shërbej për 4 muaj në Ksamil dhe rasti ishte për të asistuar pushuese nga Ukraina. Zakonisht në pushuesit na paraqiten këtu pranë qendrës. Në momentin që ne na thrasin dhe në momentin që ne kemi edhe ambulancën, pra kur ta kemi ambulancën dhe nëse lajmërohemi, ne jemi prezent patjetër edhe në plazhe, jemi prezent kudo ku na thrasin. Në 2 qendrat verore të Ksamilit ofrohet shërbim shëndetësor me mjek dhe infermier gjatë 24 orëve në 7 ditë të javës. Në to marrin ndihmën e parë apo trajtohen të gjitha rastet që paraqiten përfshirë edhe traumat e mundshme apo episodet e ndryshme të dëmtimit në det. Në portin e Sarandës mbërriti sot anija turistike si Borën e Kore me 600 turist nga vende të ndryshme të botës. Borën e Kore është një anije luksoze kompani Simbor, e cila është e njohur për shërbimin e saj të nivelit të lartë. Anija ofron udhëtime në destinacione të ndryshme të botës, duke përfshirë Mesdheun, Karpatet, Karaibet dhe Mëgjer. Kjo anije udhëton në shumë vende dhe qytete të njohura globale. Anija do të qëndrojë në portin e Sarandës deri në orën 19:00 të mbrëmjes. Shumica e turistëve kanë preferuar të eksplorojnë zonën me guida turistike, ku në fokus të tyre janë qyteti antik i Butrintit, pika të ndryshme dhe atraksione turistike brenda qytetit të Sarandës, si sinagoga ebraike, muzeu i traditës, galeria e artit e të tjerë, si dhe syri i kaltët, repet e Karahaxhit e të tjerë. Kalaja e Imarës është një destinacion interesant për shumë vizitorë që përveç turizmit detar kërkojnë të eksplorojnë edhe atë kulturor. E konsideruar si xhevahiri i Rivierës shqiptare, Imara ka pasur vitet e fundit një rritje të interesit nga ana e vizitorëve vendas dhe të huaj, ku vend të veçantë zë edhe Kalaja e Imarës. Kryeministri Edi Rama ndau sot në rrjetet sociale një video informacion mbi Kalanë e Imarës, ndërsa ftoi turistët që ta vizitojnë atë këtë verë. Që prej shekullit të 4 para erës son, Kalaja e Himarës ngrihet krenare në zemër të Rivierës shqiptare. Këto mure mbajnë shumë histori mbi supe dhe kanë qëndruar të pathyer për më shumë se 2000 vjet.
E ndërtuar nga kaonët e lashtë, Kalaja e Himarës ishte një fortesë e fuqishme. Në përshekuj ka parë pushtime romake, bizantine dhe osmane, por gjithmonë ka qëndruar kryelart. Rrugët e ngushta dhe rënojat e kishave dhe shtëpive të vjetra përcjellin historinë e mirë e viteve. Këtu mund të shijohen pamje spektakolare të detit jon dhe të përhumbesh në horizont. Sot, Kalaja e Himarës është një destinacion interesant për shumë vizitorë që përveç turizmit detar, kërkojnë të eksplorojnë edhe atë kulturor. Vizitoni Kalan e Himarës, xhevahirin e Rivierës shqiptare. Posedonte një armë zjarri Kalashnikov, municion luftarak, 14 kapsola, detonatore elektrike, kallëp eksplozivi dhe sasi kokaine. Arrestohet në flagrancë 18 vjeçari. Specialistët për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me seksionin operacional të drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër dhe me komisariatin e policisë Gjirokastër, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative se një shtetas posedonte lëndë narkotike dhe sende të kundërligjshme, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Owner. Si rezultat i operacionit u arrestua në flagrancë shtetasi me inicialet M 18 vjeç, banues në fshatin Lazarat. Gjatë kontrollit fizik ndaj 18 vjeçarit dhe kontrollit në banesën e tij, shërbimet e policisë gjetën një armë zjarri Kalashnikov dhe një krahër për të, një sasi municioni luftarak, 14 kapsolla detonatore elektrike, një kallëp eksplozivi dhe një sasi lëndë të dyshuar narkotike kokainë, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Materialet proceduriale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Në Gjirokastër po vijon pastrimi i rreth 25 kilometrave kanale vaditëse dhe kullues në njësitë administrative me qëllim përgatitjen për sezonin e ujitjes. Këto ndërhyrje do të ndihmojnë në ujitjen e mbi 3000 hektar tokë bujqësore, duke përmirësuar ndjeshëm kushtet për fermerët. Në njësitë administrative të bashkisë Gjirokastër po vijon puna për pastrimin e kanaleve vaditëse dhe kulluese për t'i paraprirë sezonit të ujitjes dhe për të garantuar një ecuri të mirë të punëve bujqësore. Ndërhyrjet synojnë përmirësimin dhe largimin e materialeve që pengojnë rrjedhën e ujit, duke përmirësuar dhe ndihmuar kështu fermerët me furnizimin me ujë për tokat bujqësore gjatë sezonit të vaditjeve. Një vëmendje e lartë po ju kushtohet edhe zonave që janë më problematike për sa i përket të rrjetit të kanaleve vaditëse. Aktualisht në ndërmarrja tonë po merren të gjitha masat për një sezon sa më të mbarë të vaditjes. Aktualisht jemi në zonën e Cepos dhe në zonën e Odrias, po merren masa për gjithë kanalet vaditëse. Kemi bërë rreth 20 km anëvi linjare. Na 25 që janë gjithsej, mendojmë që jemi në rrugën e dur për të arritur një rezultat sa më të mirë të vaditjes tokave. Këto kanale vaditëse do të ndihmojnë rreth 3000 hektar tokë bujqësore që janë në rrethin tonë. Zonat problematike janë zona e Cepos, që aty po ndërhyet edhe me kanale dhe me mirëmbajtje dhe me pastrim dhe me rregullim të kanaleve. Pastrimi i kanaleve synon jo vetëm përmirësimin e cilësisë së ujitjes, por edhe rritjen e rendimentit bujqësor për fermerët e zonës. Lundrimi në lumi në Vjosa, paguit nga turistët po kthehet në një shqetësim për operatorët që ofrojnë këtë shërbim. Për këtë arsye, këta të fundit apelojnë për masa të shtuara sigurie dhe infrastrukturore. Gjatë sezonit të kaluar janë shënuar rreth 12 raste, ku kanë qenë nevojshme ndërhyrja emergjente për shpëtimin e turistëve në ujërat e lumit të Vjosa. Gjatë sezonit të kaluar janë shënuar rreth 12 raste të vizitorëve, të cilët kanë qenë të pashoqëruar nga guidat përkatëse dhe janë gjendur të bllokuar dhe në rrezik në ujërat e lumit Vjosa. Në këto episode, i pranishëm ka qenë Alfred Meshani, operatori i turizmit për zonën e Këlcyrës. Gjatë një interviste, ai pohon se këto ngjarje evidentojnë domosdoshmërinë për masa të shtuara sigurie dhe infrastrukturën mbështetëse në këtë destinacion. Sezoni e kaluar kishte ndërrim. Kemi ndërhyrë në të paktën 12 raste. Kemi ndërhyrë dhe ka qenë efikas, mjaft efikas. Presojmë që tu shërbejmë të gjithë dhe gjithashtu tu vim edhe në ndihmë.
në rast emergjencash apo se në rast aksidentesh. Fali edhe mjetit që ka cilësi të veçanta, është si vetmi mjet në Shqipëri prodhuar për zona të mbrojtura. Ka aftësi që t'ikin në çdo lloj terreni. Ky lum, përveç bukurive të jashtëzakonshme që ofron, paraqet edhe rrezikshmëri të lartë, prandaj kërkohet një mbikëqyrje e vazhdueshme. Tani gjithë lumi për ata që se njohin është i vështirë. Se nuk është një diçka me relief të njëjtë, ka dall, ka gur, ka shpella, është i vështirë. Thjesht do kujdes. Do dhe mbikëqyrje, sepse njerëzit që vinë nuk e njohin lumin. Edhe detyrimisht ka aksidente. Fal bashkëpunimit dhe koordinimit mes emergjencave civile, policisë, operatorëve turistik, shërbimit zjarfikës dhe banorëve të zonës, është bërë e mundur që gjatë vitit të kaluar të ndërhyet në kohë dhe të evitohen situata të rrezikshme. 91 fermer nga Bashkia e Libohovës aplikuan për të përfituar nga skema kombëtare e bujqësisë. Drejtues të bujqësisë në këtë bashki thonë se interesi ka patur skema e naftës dhe blegtoria. Bashkia e Libohovës numëron 120 fermer, blegtor dhe bletritës. Skema kombëtare e subvencioneve në bujqësi ka përfunduar vetëm pak ditë më parë. Në të gjithë vendin, qindra fermer kanë aplikuar për mbështetje financiare, për nafta por certifikim të prodhimeve të tyre. Edhe në Bashkinë e Libohovës, një numër i konsiderueshëm fermerësh kanë shfrytëzuar këtë mundësi, duke aplikuar për të përfituar nga këto skema. Gjatë kësaj periudhe, në Bashkinë Libohovë, fermerët aplikuan me sukses, kanë aplikuar 66 fermer që mbështetojnë bagti të imta dhe gjë, si dhe bletëricit dhe 25 fermer që kultivojnë kultura bujqësore. Kanë aplikuar fermerët për subvencionet për punimet bujqësore, kryesisht subvencionin në naftë, pasi çdo lloj kulture dhe drurët frutor subvencionohej. Ndërsa fermerët që mbështetojnë bagti kanë aplikuar për bagtit që mbështetojnë. Skema ofron mbështetje për tufat e matrikuluara të gjedhve dhe të imtave, për sektorin e bletarisë, për kultivimin e bimëve mjekësore aromatike, si dhe për naftën e përdorur në punimet e mekanizuara në ferma. Aplikimet janë realizuar online përmes portalit i Albania. Në Bashkinë e Libohovës janë në total 120 fermer, blegtor dhe bletritës, prej të cilëve 91 kanë aplikuar për përfitime nga kjo skemë. Valbona Pasha Korda, poetja nga Tepelena, ka promovuar sot në Gjirokastër librin e saj të dytë me poezi Në të kapt të erës. Shkrimtar dhe pedagog të letërsisë kanë vlerësuar penën e saj duke e parë si vazhdimësi të poetëve në emër Tepelenas. Poetja nga Tepelena, Valbona Pasha Korda, ka sjellë te lexuesi vëllimin e saj të dytë me poezi të titulluar Në të kapt të erës. Në 200 faqet e tij gjen vargje frymëzuar nga natyra, dashuria, përjetimet e jetës së saj. Poezia mua më frymëzon që me lindjen e diellit, që me dritën që lind çdo mëngjes. Poezia tek mua është frym, ashtu si marrim frym për të funksionuar frymarrja mushkrit. Poezia tek unë është frymëzim i shpirtit. Dhe unë dua të shkruaj për ditë, sa herë që shoh diellin, sa herë që shoh gjelbërimet, sa herë që më ngacmojnë, çdo peizazh i bukur, ndjenja e njeriut, ndihem e mbushur dhe shkruaj. Libri u promovua sot në Gjirokastër në ambientet e Universitetit e Qrem Çabej, ku pjesëmarrësit ndan mendimet dhe opinionet e tyre për krijimtarinë e poetes. Pedagogja e letërsisë Republika Çulli e ka vlerësuar Valbonën si një krijuese që ecën në rrugën e poetëve më në zë nga zona e Tepelenës. Agi Psheut, Petri Trukës, Qazim Shemes, Lilian Zhupës. Në këtë plan, kjo poete nxjerr një zë të ri, sjell një zë femëror me botën shpirtërore të femrës. Dhe unë e vlerësoj shumë poezinë e saj, e para për guximin, për qartësinë dhe sinqeritetin e shprehjes. Është një femër me një botë shumë të pasur shpirtërore,
I ka kushtuar shumë poezi dashurisë në mënyrën më origjinale të mundshme, se është një femër që shkruan për dashurinë për femrën dhe për dashurinë në përgjithësi, por nuk lë pa përmendur dhe motive të tjera, siç janë motive filozofik, motive social, dhe shpaloset në poezinë e saj një larmi temash që të mrekullojnë. Në të kap të erës është një libër i denj për të qenë në çdo biblioteku shprehender të tjera, shkrimtari mirënjohur Odise Kote. Çdo grua është një sag. Është një sag ngjarjesh të jashtëzakonshme të denja për romane shumë të mëdha. Sepse përjetimet e një gruaje janë përjetimet më të rëndësishme të një jete. Kur kjo grua që ka një sag bën një rrëfim shpirti, nxjerr një gullim me poezi, atëherë gjia zmadhohet dhe merr formë universale. E gjithë përjetimi i saj artistik, të gjitha ngjarjet, të gjitha ato aksidentet që ndodhin në jetë, e gjithë bukuria e natyrës përkthehet pastaj në një magmë poetike që ka ardhur në librin e ri të saj. Doja të veçoja këtu jo vetëm lirizmin, por dhe thellësinë e mendimit të kësaj autore, të Valbonës, dhe bashkë me të edhe një nderim për redaktorin e librit Petrit Beqirin. E unë besoj që ai ka bërë një punë shumë të mirë, duke na dhuruar një libër të denj për të lexuar për të qenë në çdo bibliotekë. Valbona, si edukatore në profesion, është duke bërë gati edhe një libër me tregime për fëmijë, ndërsa mbi 1000 shkrime poezie proz i ka ende të pabotuara. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.